Mirë se u gjeta ndjekës të sofrës shqiptare, pas kërkesës se si bëj unë përgatitjen e pitës me mushkri pule dhe me qep, sot kam sjellur recetën. Pra është një recetë të cilën mund ta përgatis çdo fillestar, një pite e cila përgatitet me 4 merë, është shumë e shijshme dhe përgatitja e saj është shumë e thjeshtë. Fillojmë me përgatitjen si zakonisht kur përgatis pite, në fillim e përgatis mbushjen. Njëherë I marr mushkrinë të pulës, I hedhi në tenxhere, pra I zi në fillim. Shtoj vetëm pak krip, gjysmë lugë të mesme. Shtoj ujë. Dhe I zi zjarrin dhe temperaturë mesatare do I zi mushkrinë për 25 minuta. E vendosi kapakun vetëm pas një vrimë sa të dalë avalli. Besoj se mjaftueshëm janë zirë mushkritë e pulës. Atëherë I largojmë nga zjarri, ju largojmë ujin dhe do I coptoj imët. Mushkrit pasi I larguam nga zjarri dhe I coptuam, atëherë do fërgojmë qepët. Këtu kam 2 qepë të mëdha, të cilat I kam bërë në lende. Do ju hedhi vaj, dikon 50-60 ml, dhe I zi zjarrin dhe në temperaturë mesatare do I fërgoj qepët derisa të marrin një ngjyrë kafe të hapur. Qepët vetëm se kanë fillu të marrin atë ngjyrën e duhur, atëherë do ja hedhi mushkrinë të pulës, I kam coptu kështu imët. Ja shtoj një lugë të mesme me vegetë dhe një lugë gjelle biber të kuq. Ju mund t'i shtoni edhe erëza qera sipas dëshirës, mirëpo mua më pëlqen vetëm me biber të kuq dhe me vegetë. I fërgojmë përsëri për 10 minuta qera, kështu duke I përzir vazhdimisht. Ja shtojmë edhe pak vaj tash. Vetëm pak vaj. Dhe do I fërgoj për 10 minuta, kështu duke I përzir vazhdimisht. Qepët dhe mushkrinjt janë fërgu mjaftueshëm. Herë I largojmë nga zjarri dhe fillojmë me përgatitjen e brumit. Kemi përfundu dhe me përgatitjen e mbushjes, atëherë do e përgatisim brumin. Këtu kam 600 gram miell. Do ja hedhi një lugë të mesme me krip, 2 lugë gjelle me vaj. Vaj si që kam cekur tek brumat, ndihmon që brumi të tërhiqet më lehtë, dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë I vakët. Në fillim do e punojmë kështu me lugë, derisa ta japim pak një si çulli trash bëhet, dhe më pas do e punoj me dorë brumin. Brumin do filloj që ta punoj me dorë. Besoj se nuk nevojitet ma ujë, është mjaftueshëm. Brumin do e punojmë derisa tërësisht brumit largohet nga dora, sepse sa më shumë që ta ngjeshim, aq më e mirë do del pitja. Kemi formu dhe brumin, kemi fitu një brum mesatarisht trash, atëherë mbuloj dhe e lojmë kështu që të qëndrojë në ambient dhume për gjysore 40 minuta, që më lehtë më pas brumit të tërhiqet.
Brumi ka pushu mjaftueshëm, atëherë e largojmë nga ena dhe e kalojmë tavolinën e punës, mirë po në fillim hedhim miq, largojmë nga ena, siç shifët është formu një brum shumë i mirë elastik, sepse ka pushu mjaftueshëm. Brumin e punojmë përsëri këtu në tavolinën e punës. Dhe ndoj në 2 pjesë barabarta, pra kjo është shpite me 2 koleq. Përgatitja e saj është shumë e lehtë, sidomos për fillestarët, ja vlen. Bojnë kështu në forma topë. Dhe filloj me hapjen e petës parë. Hapjen do e bëjmë me anë të shkopit për gatim, duke hedhur miell sa herë që të ka nevojë mbi brumin. Mundohemi që hapjen e petës ta bëjmë në mënyrë rrethore. E hapim diku në një masi rreth 40-45 cm. Duhet hedhim miell, sepse tash është koha më e nxehtë dhe më lehtë ngjitet brumi. Ende duhet që të hapim petën. Edhe një herë hapjem, hedhim kështu vazhdimisht miell. Petën e kam hapur mjaftueshëm. Atëherë do i hedhim gjalp të shkrirë. Këtu kam dikun rreth 150 gram me gjalp të shkrirë. Hedhim 4-5 lugë dikun. Gjalpin e përhapim kështu me dorë apo me brush, varet se si punoni. Në për të gjithë sipërfaqen e petës së hapur. Pasi e kemi lirë gjithë sipërfaqen e petës me gjalp, atëherë do e prej në 11 pjesë të barabarta. Prerjen do ja bëni ashtu siç po shihni, siç po veproj unë, veproni edhe ju. Pra siç e shihni, mënyra është e njëjtë sikur të përgatisim pite me koleq, pra për mos mu lodh shumë. Pra kjo është një mënyrë e gatimit më praktike, sidomos për fillestarët. Tash vetëm se filloj që t'i rendisim këto pjesët e ndara.
Mënyra është njëtë si kur pite me koleç, vetëm se kjo është më praktike, më letë. I përhapim kështu në për të gjithë sipërfaqen. Her pas here shtojmë nga një lugë në ndonjë petë, 2-3 petë të renditura me gjallë. Një lugë gjallë. Dhe pjesa e fundit. Pasi I rendisim gjithë pjesët, atëherë pak brumit I japim një formë katrore, kështu me anë të duarve. Kthejmë nga ana kundërt. Hedhim pak gjallë, përhapim në për të gjithë sipërfaqen dhe tash do e bëjmë në formë të boçemantijave. Si që shihni, bëhet një formë zarfi, pastaj përsëri qoshet, I bëjmë kështu dhe formojmë një formë rrethore të brumit, si një kuleç, dhe e lojmë kështu në tavolinën e punës derisa të bëjmë hapjen e petës, sa të fillojmë me hapjen e petës së dytë, dhe petën e dytë do e hapim në mënyrë të njëjtë sikur se petën e parë, në masi të njëjtë dhe duke e prerë në 11 pjesë të barabarta. Filloj me hapjen e petës së parë, të cilën kemi palosur në formë të një boqe dhe më pas shpërmumi rreth. Atëherë do e hapim në masi të tepsisë. Përgatitja si që shihni është shumë e thjeshtë dhe del një pite shumë e shishme, një pite katmer, cila ndohet flet. Do ja japim masinë e tepsisë. Unë do e vendosi në një tepsi drejt konqe dhe për atë arsye mundohem që t'ja jap formën e një drejt konqit, kurse ju nëse e vendosni në një tepsi rrethore, atëherë do jepni formën e rrethit.
është mjaftueshëm. Do e rrekullisim shkopin dhe do e vendosim në tepsi. Siç e ceka, tepsien e kam formë drejt kënqit, e kam lyer me gjalp të ngrirë, ma mirë do ta keni kur ta vendosni petën. Dhe tash e shtrojmë brumin. Petën e hapur. Dhe do e japim formën e tepsisë. Kështu me anë të majave të gishtave, qoshët. Bëjmë qoshët. Kemi përhapur petën e parë në për të gjithë sipërfaqen e tepsisë dhe tash do ja shtrojmë mbushjen, falni, me mushkrinj dhe me qep. Ja hedhim mbushjen e përgatitur me qep dhe me mushkrinj të pulës. Mbushjen dhe përhapim në për të gjithë sipërfaqen e petës së parë. Kemi përhapur dhe mbushjen në për të gjithë sipërfaqen e petës së parë. Atëherë do fillojmë me hapjen e petës së dytë. Dhe petën e dytë do e hapim njëjtë si kurse petën e parë, pa e përdorur millin fare. Mirë po kësaj radhe do e hapim në një masim pak më të vogël se petën e parë. Dhe këtë do e hapim në drejt kënqe, në formë drejt kënqe, pasi se tepsia ka atë formë. Edhe pak. Mundohemi pak qoshët. Besoj se është mjaftueshëm. E rrokullisim në shkopin për gatim. Dhe do e vendosim tek tepsia mbi harxhin e shtruar. Vendosim petën e dytë. Tash qoshët e të dy petave i bëjna bashkë me anë të majave të gishtave nga të gjitha anët. Dhe në anë të një bishti të një luget vogël fillojmë që t'ja kthejmë rrepin pitës, që gjatë pjekjes mos të dale mbushja jashtë në sipërfaqe.
shtë shumë hollja këte. Dhe gjalpin e ngelur ja hedhim sipër. Përhapim kështu me dorë. Dhe pitja është gati. Për pjekje gjatë përgatitjes e kam nxjerr furrën në 220 gradë. Pitën e pjekje në temperaturë 220 gradë rreth 20 minuta. Pitën e kemi largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë, me anë të një thike, me majë të thikës, bëjmë shprishjen e sipërfaqes së pitës, pjesës sipërme. Përkasim vetëm pak me ujë. Lajmë pak që të ftohet dhe më pas pitja është gati për konsumim. Pitja është ftohur pak, ta presim dhe ta shohim se si ka dalur mbrëmsia. Ja dhe si duket në mbrëmsi, ka një aromë shumë të mirë. Besoj se dhe në shije është e njëjtë si kurse në aromë. Besoj si u ka pëlqyer kjo mënyrë e gatimit të kësaj pite tradicionale me qepë dhe me mushkrim pule. Miru takoshmi për receta tjera tradicionale.